Dietarët musliman shpesher e kanë bisedu këtë çështje me mohuesin e Zotit. Edhe njëra prej argumenteve që përmendet për Imam Ebu Hanifën rahimahullah, kur shkon të takohet me disa ateist për besu për çështjen e besimit, i than, cilën argumentet tuaja që vërtetojnë ekzistimin e Zotit? Tha, për çudi, duke ardhur këndej e pash një drum i cili u bë copa, pastaj u bë drasa, pastaj ato drasat u bën bashk, pastaj për ato drasave të ungjit u bën një anije. Pastaj e anija shkoi e hyni në deti dhe filloi vetëm me lundru. Tha, shka të fota kjo është e pamundsme. Tha, po si ka mundësi këtë kjo gjithësi me qenë e kriju me vetë-vetiu, e mu dop sisteme diellore, galaktika, planete, të cilat të gjitha lundrojnë në rrugën e vetë dhe asnjëra me tjetër nuk përplasen. Nëse kjo anija, që nga e pamundshme të bëhet vetë pi drurit deri në anije të lundrojë ka vetë, e si ka mundësi kjo gjithësi të bëhet e kreta vetë. Nëse kjo nuk është argument se Zoti ekziston, atë nuk e di se çfarë argumente do më prodhi këtij për me kuptuar se ai ekziston me ekzistim të vërtetë dhe se e gjithësia i zhvillohet, menaxhohet me vullnetin dhe udhëzimin dhe urdhrin e tij.